Dhe Litiona Doko, gazetarja kolegja jon, është tashmë në një lidhje për të na treguar se çfarë ka ndodhur më tepër me atë se çfarë ngjarja e treguam edhe e lexuam pak më herët, por është detajet na i thuaj ti, Litiona. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Litiona. Ju përshëndes, në fakt një ngjarje e rëndë ashtu si kundër juaj anoncuar edhe pak më herët është regjistruar në Manës, në qendër të kësaj qyteze, ku dy persona kanë mbetur fatkeqësisht viktima, ndërkohë që autori i dyshuar i kësaj ngjarje është shpallur në kërkim. Më konkretisht në vendin ku unë jam stacionuar, ku është, sikundër mund ta shihni pas krave të mi, është një pik karburanti, me sa duket brenda kësaj pike karburanti krahun e majtë të tij është edhe një bar kafe, e cila me sa duket funksiononte 24 orë, ku dy shokët përkatësisht Flori Paluçi dhe Daniel Pepa janë paraqitur për të pirë kafe në këtë subjekt pak pas mesnatës, por fillimisht janë ndeshur dhe janë konfliktuar me fjalë fyese me kamarierin e këtij subjekti, duke kërkuar kafe, por ekspresi ishte fikur dhe pikërisht këtu mendohet që të ketë qenë edhe piknisja e të gjithë debatit që fatkeqësisht ka degraduar në përdorimin e armëve të zjarrit, ku ka mbetur përkatësisht viktima Ranit Kurti, 33 vjeç, dhe Flori Paluçi po ashtu 21 vjeç. Autori dyshuar i kësaj ngjarje dyshohet që është Daniel Pepa, po banor i Manzës. Të tre personat si viktima ashtu dhe autori dyshuar janë banor të së njëjtës zone, pra pikërisht Manzës. Ajo që mbetet në fakt për të zbardhur është pikërisht dinamika e plotë e kësaj ngjarjeje, por njëkohësisht për të hedhur dritë edhe për autorët e përfshirë në këtë ngjarje. Unë doja të theksoj faktin që vetëm pak metra më larg këtu, në rast se mund ta shihni, pra sa po kalon rrugën është edhe stacioni policor i Manzës, pikërisht në këtë vend ngjarje, ku ka ndodhur në derë të policisë së Manzës e gjithë ngjarja. Është regjistruar pak pas mesnatës, nuk dihet se çfarë këto persona kanë qenë duke bërë në rast se ka pasur një konflikt të mëhershëm me viktimën, mes viktimave dhe autorit të dyshuar, një ngjarje që sigurisht ka marrë vëmendjen e të gjithë opinionit publik, por që ka bërë që e gjithë strukturat policore të jenë në vend ngjarje me njëherë, pasi kanë marrë informacionet dhe sigurisht kanë dëgjuar dhe të shtënat, besoj, personat që kanë qenë në shërbim në stacionin policor të Manzës, për të bërë me qëllim për të bërë neutralizimin e autorit dhe personave të përfshirë në këtë ngjarje, por që fatkeqësisht ky i fundit është larguar me njëherë nga vendi i ngjarjes dhe aktualisht është shpallur në kërkim policor për si autori i dyshuar. Po ka një gjë që sigurisht edhe ty të ka bërë përshtypje, pra ideja është të gjithë këta, të tre personat, të pajisur me armë. Edhe përballë, përveç se banor, dhe përballë rajonit të policisë. Pikërisht kjo është ajo që e bën edhe më të mërshme, do them, të ngjarje, pikërisht fakti që personat kanë qenë të armatosur dhe menjëherë me një konflikt verbal të nisur me tyre, me fyerje dhe me ofendime, me fjalë, fillimisht janë përleshur edhe me konflikt fizik, por që më pas, me sa duket, kanë qenë edhe të armatosur duke shkrepur armën në zjarrit, pikërisht pak metra, si kundër e thash, larg stacionit policor të Manzës. Është një ngjarje që sigurisht ka të gjithë vëmendjen e strukturave policore, sikur e thash, dhe grupit hetimor të mbërritur në vend ngjarje, për të zbardhur të gjithë dinamikën dhe asaj se çfarë ka çuar në këtë konflikt kaq të rëndë, në rast se personat kanë pasur një konflikt të iniciuar më herët dhe kjo ka qenë finalizimi i një konflikti të mëhershëm, apo pikërisht ky konflikt banal të paktën i bërë publik deri tani nga burime në terren, do thoja unë, nga burimet dhe personat që e kanë dëgjuar apo kanë qenë prezent, sepse janë marrë dëshmitë e personave që kanë qenë, personave në punë, kamarierit apo të tjerë persona, për të hedhur dritë mbi të gjithë dinamikën dhe asaj se çfarë ka ndodhur dhe që ka çuar në këtë ngjarje të rëndë, ku fatkeqësisht dy persona kanë mbetur viktima. Vërtet. Faleminderit, Litiona. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Okej. Tre persona me armë përpara stacionit të policisë. Dhe jemi dhe flasim se çfarë Kjo ndodh në Shqipëri dhe hajde flasim pastaj për gjëra të ndryshme dhe gjëra të bukura, edhe kur ka gjëra të bukura, mjafton që del një lajm i tillë që tre persona janë të pajisur me armë dhe për një konflikt çasti, dy mbeten të vdekur, njëri arratiset. Një bisedë banale, përse nuk ndes ekspresin, pra ku kemi arritur? Është një bilanc sikur ne po flasim për luftë. Po, s'po ndodh kohët e sotme. Mirë, atëherë ndryshojmë atmosferën.